Ju dëshiroj mirëseardhjen këtë ditë kaq të bukur, plot rreze paqe e freskie dhe rreze të rinisë. Ditë ku në këtë vend po ngjallet një histori e pavdekshme madhështore, të cilën histori e shkruajnë trimat që sot shtrin dorën e pajtimit. Falja e gjaqeve është rjedhe lumit të bardhë ndër motet liga. Është kulla e pajtimit. E në majet saj let valoj për herë flamurit. Është vështirë që në këto momente kur shoh para vetës pleq, burra, gra, fëmijë tonë, është vështirë të flitet ndryshe veç me zemër. Prandaj, një thirrje e përgjithshme, të flakim këtë keqen nga mendja e zemra, e të lidhim besën se kur s'do të ketë më vllavrasin këto troje. Tubim madhështor, nëna, motra, vëllezër, më lejoni që në emër tuaj dhe të Këshillit Pajtimit Qytetit Ferizaj të shpreh mirëseardhjen nga zemra dhe falënderimet më të ngrohta familjeve të cilat sot tubimin e bojnë madhështor, familje të cilat falin gjaqet e më dashurve të vet. Një pritje natyrshme, të cilën të gjithë me padurim atë qaste kemi pritur, më lejoni që në emër tuaj të përshëndes prezencën e profesor Anton Qetës, legjendën çfarë popullit shqiptar. Përshëndes akademik Mark Krasniqin.
jetësën e Tom Lushergjit. Poeti ynë Nazem Shkreli. Hoxha Idris Kakruki.